Mirdita të gjithëve. 2 mumjet e zbuluara në Libi rishkruajnë historinë. Pse? Tani po ja u tregoj. Si gjithmonë kush është rastisht dhe nuk e ka bërë bëjni like faqes dhe videos të shihemi sërish, dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Në Libi vitin e kaluar kanë gjetur 2 mumje. Kanë zbuluar këto 2 mumje që janë 2 gra dhe ADN-ja e tyre nuk ka lidhje as me neandertalët dhe as me kodin njerëzor. Pra nuk kanë lidhje me zhvillimin e njeriut. Janë paraardhës të panjohur. Ne nuk e dim se çfarë janë, por ndaj duhet ta diskutojmë me ju sepse kemi folur në emision Enigma, kam folur me superlative ndonjëherë për argumente të tilla këtu, por sot duhet flas pak më hapur ose si themi ne nga Vlora, më shkoqur. Mumjet janë 2 gra, si thash, dhe kanë gjetur një kock që pas veshit, që është ruajtur në mënyrë perfekte. I kanë gjetur në një shkretëtir, si mund të quhet, sepse ju duhet të dini që nga koha, faktori kohë është ai kryesori që mund të krijojë probleme ose krijon probleme për mos e gjetur prova. Kjo mënyrë, pra duke filluar që nga nxehtësia e diellit, nga era glaciale ose si quhet epoka akullnajore, të gjitha këto luajnë një rol të rëndësishëm për gjetjen e fakteve dhe është vështirë që të gjesh fakte. Dhe ishin ruajtur këto 2 skeleta në mënyrë perfekte. Janë gjetur nga një zonjë, një studiuese nga Libia dhe e publikuar shkrimi në natyrë, që padyshim shumë prej jush e kanë lexuar ndoshta ose e kanë kaluar. Por unë nuk e anashkaloj, unë dua që të flas për këtë, sepse kam vite që them që njeriu nuk është shfaqur nga hiçi. Njeriu që ne njohim sot, po flas. Me një fjalë, ne gjatë gjithë viteve, pra që kur ne kemi, sepse hallka që mungon, kam bërë një libër të tërë për këtë, për hallkën që mungon. Kush është hallka që mungon? Ne tregohet, siç na i mëson historia darwiniane ose ato që mësojmë në për shkolla dhe në për libra, historia e njerëzimit ka ardhur si pasojë e evolucionit. Dhe ne nga një qeliz u ndan, u bën 2 qeliza, pastaj u bën kafsh e tjerë, derisa erdhi njeriu. Pra kjo është ajo që na mësojnë. Mirë po, ne nuk kemi gjetur hallkën që mungon duke kaluar nga majmuni në njeri, sepse ne nuk kemi gjetur njeriun. Kemi gjetur majmun, kemi gjetur dinosaur që janë miliarda vjet më parë, dhe nuk kemi gjetur njeriun. Njeriun maksimumi që kemi gjetur, me fjalë njeriun Homo sapiens po flas, maksimumi është 3-4 mijë vjeçar. Kaq. Më falni, milion vjeçar. Pra ne nuk kemi gjetur të tjerë. Megjithatë, gjatë kësaj kohe, pra të kohës të skeleteve të njeriut, ne kemi gjetur disa skelete të neandertalëve dhe gjetëm këtë si pretekst, dëgjojeni me kujdes, gjetëm këtë si pretekst që zhvillimi i njeriut ka psuar disa anomali, si mund të quhen. Por nuk e morëm për bazë për të thënë, si thon disa studiues, që pikërisht në atë moment, pra në momentin kur u formua njeriu, dolën disa degë të tjera. Dhe kjo të bën të mendosh që ishin disa prova. Tani, prova natyrore nuk besoj në një periudhë shumë të shkurtër. Kush i bëri provat? Provat të gjithanshme. Në fakt, këto 2 skeleta, pra skeletat e këtyre 2 grave, tregojnë që ne nuk, përveç se nuk kemi lidhje, por këto nuk kanë lidhje me neandertalët, ku edhe në njerëz, ende sot, ka pjesë, me fjalë, një copës të vogël të, si themi, të ADN-s të neandertalëve. Këto nuk kanë, pra kanë shumë pak, ose më mirë mos themi që mos s'kan fare. Tani, këto janë ato që kanë shkruar, mund të ketë edhe gjëra të tjera që ne nuk i dim, mirë po, unë do t'ju them tani versionin tim. Pse? Sepse mendohet që kishte një grup, pra nga çfarë shkruajnë studiuesit po flas, mendohet që kishte një grup vertebror ku jetuan rreth 14.500 vite më parë në Marok. Dhe këta tregoj që më përpara kjo si një legjend metropolitane, mira vite më parë. Tregohesh që ishin shumë të zhvilluar dhe nuk bëheshin me njerëzit. Pra njerëzit ishin, le të themi, shumë mediokër ose ignorant. Dhe këta ishin pak më të zhvilluar, kishin një teknologji tjetër, kishin një formë të jetese tjetër e tjerë. Dhe
Pikërisht pra, gjetjet që janë bërë tani në Libi të këtyre dy mumjeve, thuhet që i përkasin pikërisht këtij grupi, pra grupit që jetonte para pak kohësh. Por e tjetra është që kanë gjetur, pra këto mbetje që i kanë gjetur në një zonë ku e quajnë Afrika e gjelbërt ose Sahara e gjelbërt. Pse? Sepse dikur Sahara nuk ishte kështu. Edhe ku janë piramidat e ku çdo gjë që gjendet aty përreth. Dhe do t'i them versionin tjetër tani. Tregohet që në të gjitha ato, pra në Sahara dhe deri tek piramidat, të gjitha zonat aty, është shpërbër, si mund të quhet, është djegur nga diçka e mbi natyrshme. Nuk bëhet fjalë këtu për diellin. Okej, dielli me kalimin e kohës aty përqendrohet më shumë, dakord. Por edhe në vendet e tjera përqendrohet më shumë. Por aty duke pastruar zonën totalisht, ndoshta nga dikush nga një teknologji apo ku ta di unë, ka bërë që aty të digjet çdo gjë. Pse? Sepse, do t'ju them, tani thash do të flas shkoqur. Sepse pretendohet që pikërisht aty janë bërë modifikimet e majmunit me njeriun. Pra aty u bën modifikimet e para. Ju kam thënë që nuk gjendet mënyra se si e përcolli mashkulli ose femra ose gjenetika njerëzore ADN-n mitokondriale, që nuk mundet të përcjellet nëpërmjet nga mashkulli në femër, por nga femra në mashkull. Dhe askush nuk e ka zbuluar ende sot këtë se si është e mundur, si u bë në fillim fare. Pra ajo thënia e famshme, kush lindi më përpara, veza apo pula? Pra e njëjta gjë është edhe kjo e dy mumjeve. Mumjet që kanë gjetur, me pak fjalë për ata që nuk e kanë kuptuar mirë, janë mumje që nuk i përkasin fare as zhvillimit të njeriut, as neandertalit. Pse? Sepse pikërisht pra ishte momenti kur u bën testet. U bën testet ose modifikimet për të gjetur mënyrën e dur që të bënin njeriun e sotëm, atë që ne jemi sot, pra ndërgjegjen e njeriut. Do ta mbyll këtë me një thënie të bukur që ka bërë një shkencëtar shqiptar, një miku ynë që ka qenë edhe pjesë e emisionit Enigma, ku tha, triumfi më i madh i njeriut ishte ndërgjegja, pra dija. Në momentin që ai mori dijen, nga ai moment ndryshoi çdo gjë. Dhe ndaj dhe ne sot pretendohet që jemi mbretërit e planetit, pikërisht pra nga ndërgjegja, nga dituria. Dhe kjo dituri nuk është një dituri e majmunëve. Pra ta hedhim poshtë këtë, dhe studiuesit këtë duhet që ta hedhin poshtë, por kjo është një dituri e falur. Dhe këtë na e kanë thënë që nga koha e Hammurabit në vitet para erëson 5.000-6.000 vite më parë, që gjithë studimet e sotme, çfarë kemi, historia, matematika, fizika, gjeometria, mjekësia, çdo gjë lindi nga atëherë. Pra nga momenti matematikën që përdornin sumerët, ne përdorim sot. Nuk zbuluam diçka tjetër, nuk krijuam diçka tjetër. Pikërisht pra, sepse ajo është ajo më perfektja. Kush na i fali? Ata thonë, pra ata që e morën për të parë, ata që e mbollën, thonë që na i falën Perëndit, na i falën Zotët. Tani pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë argument, sepse unë buzëqesha sa e lexova në natyrë, sepse e bëjnë kaq bukur, e thonë kaq bukur, sa që i vinë për rreth dhe nuk thonë të vërtetën. Por e vërteta, ndonse nuk është sublime kjo që po ju them, por e vërteta qëndron diku tjetër, sepse duhet thënë publikisht që njeriu, siç është sot, nuk mundet që të krijojë nga natyra, por ka një dorë madhore, ajo që ka krijuar botën, universin dhe çdo gjë. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë argument, dhe kalofshi një ditë bukur. Doja ta ndaja me ju këtë se më pëlqeu shumë, më pëlqeu se si e kishin shtjelluar këtë, është mirë që ta lexoni dhe ju, por është mirë që të diskutojmë këtu së bashku, sepse të kuptojmë të paktën jetën, të kuptojmë se nga vim, është gjë e bukur, mos ikim nga kjo jetë pa ditur gjë. Apo jo? Pres komentet tuaja. Ju përqafoj, ditë të marr, punë të marr.